SPA ka zgjatur me 6 muaj afatin për hetime ndaj kreut të Partisë së Lirisë Ilir Meta. Në një prononcim për mediat, avokati i Metës, Kujtim Cakrani, tha jashtë ambienteve të prokurorisë së posaçme se është hera e dytë që zgjaten hetimet, duke shprehur mosdakordsi me vendimin e SPA-k. Kjo nuk është kërkesë, kjo që është këtu është njoftimi për zgjatjen e hetimeve. Sepse nesër ka zgjatur afatet i ka zgjatur dhe 6 muaj, është herë e dytë që po i zgjat 6 muaj, herë e parë ishte në dhjetor të vitit 2024, i zgjati deri në qershor ku jemi sot, dhe tani kërkon përsëri një zgjatje tjetër të afatet e hetimeve. Tani ju e dini që prokuroria e posaçme kur i zgjat hetimet i zgjat 6 muaj sepse aq e ka dhe ligji në dispozitën e kodit të procedurës penale. Kështu që ata mund t'i përfundojnë hetimet dhe brenda 5 muaj dhe 3 muaj, po flas për zgjatjen. Po presim prova. Është shumë e thatë, ja ku e keni, është shumë e komunikuar patjetër dhe presidentit dhe thot ne po presim prova, po presim një akt ekspertimi të ish vjerrës së zotit Meta, se ç'lidhje ka zoti Meta tani me aktet e ekspertimit që bëhen për ish vjerrën e tij. Hajde gjeni ju tani një lidhje ka përcim juridik që bën SPA-ku, o moj të hetoj, o Anila, nuk po flenë mi gjë, të hetoj gjithë ditën SPA-ku dhe 300 vjetë. Problemi është ky, përse e mbajnë në paraburgim. Ky është thelbi i gjithë që ne kërkojmë. Ne nuk jemi kundër hetimit dhe kundër zgjatjes të afatit të hetimit. Cakrani paralajmëroi se Partia e Lirisë do ta çojë çështjen deri në gjykatën e Strasburgut. Shikon, ne javën që vjen do paraqesim në gjykatën kushtetuese kërkesën për sa i përket masave të sigurimit, pas gjykatës kushtetuese, nëse gjykata kushtetuese nuk reflekton në bazë të ligjit dhe dispozitave kushtetuese, ne do vazhdojmë betejën tonë në gjykatën evropiane e drejtave të njeriut. Kujtojmë që Meta u arrestua në tetor dhe akuzohet për korrupsion në 3 raste, pastrim parash dhe mosdeklarim pasuria.